Rritja e çmimeve, domethënë produkte elementare bazike, është e pajustifikueshme sepse këto çmime tregon që këto çmime nuk janë të kontrolluar nga shteti, mirë po do duhet të jenë të kontrolluar si çmimet ashtu edhe ekonomia do duhet të jetë e rregulluar. Gjithashtu si pasojë, si faktor që ka ndikuar si rrethon që është krijuar për shkak tarife, domethënë të rritjes së energjisë elektrike për 16%, domethënë që ka ndikuar, që ka vështirësuar zinxhirin furnizues, domethënë për të artikuj elementare bazike, edhe ka ndikuar që me 16% të dobëson fuqinë blerëse të konsumatorëve të ekonomisë familjare, gjithashtu ma shqetësuese është e ma ndihshme sidomos te kategoritë me tyre të ulta, për shembull kategoritë pensionale, kategoritë me asistencë sociale, gjithashtu edhe te sektori privat, ndikon të punësuesit në sektorin privat dhe në sektorin publik, që ndikon negativisht, po edhe për proceset ekonomike dhe në ekonominë tërësi, sepse çmimet elementare bazike janë më të larta edhe si në vendet e ekonomive të zhvilluar domethënë të ekonomive të Evropës, jo vetëm të Ballkanit. Në këtë rast duhet masa kundër inflacionit, kundër çmimeve, sepse është normale për shembull po të ketë nëse ka inflacion apo ngritje çmime 2 deri në 3% për shembull, brenda vitit, po jo për çdo muaj të ketë ngritje të çmimeve, ndërsa të hyrat apo pagat për shembull ndodh që disa herë apo për shembull 3-4 vite apo 10 vite a ka ngritje apo nuk ka ngritje, kjo është shqetësuese, domethënë që është pa arsyeshtueshme, nuk ka arsye ekonomike, për shembull një kafe po ndëgjojnë është trajtuar diku 1,5 € faktikisht për rrymë, për me shpenzu për shembull të rrymës për një kafe 30 sekonda nëpër aparatin apo mekanizmit të cilët absolutisht nuk shpenzon rrymë kjo. Faktorët për shembull si mos formimi i institucioneve, domethënë është ndikon negativisht edhe në proceset ekonomike, sepse në këtë rast është një vakum institucional, sepse qeveria derisa nuk ka qeveri për shembull me kompetenca të plotë edhe që të veprojë, edhe që e ka mandatin e vetë, sigurisht ndihet sepse nuk ka funksionale qeveria në këtë aspekt, sepse nuk është qeveria do duhet zgjedhë sa më shpejt, edhe mas pari para qeverisë do duhet konstituar Kuvendi i Kosovës, domethënë kryetare me nënkryetare të kryesia, në mënyrë që sepse kjo ndikon negativisht se nuk sundon ligji, faktikisht krijohet një bindje dhe një destabilitet politik, destabiliteti politik për këtë bëhet biznes. Do duhet ketë inspektor më shumë, do duhet dalin në teren, ata që janë në teren më shumë, do veprojnë në bazë ligjeve nacionale të cilët janë të miratuar në Kuvendin e Kosovës dhe në direktivat e Bashkimit Evropian. Mirë po, domethënë që mirë po kjo çështje do duhet të jetë rregulluar edhe me ligj, të jetë përgatitur, se ka qenë më herët një ligj në kushtetues është rrëzuar sigurisht për arsye juridike, por në aspektin ekonomik kjo dëmton jetën e ekonomisë familjare, jetën e konsumatorëve dhe të gjitha shtresat, sidomos kategorive si zekat me tyra të ulta ndikon negativisht.